Përshëndetje dashur miq, jam zhvendosur në një nga ambientet e mia të preferuara dhe gjithashtu kam përshtypjen që dhe ju e doni shumë, është pikërisht kuzhina e gatuar në dritare, te dritarja. Do bëjmë një gatim shumë interesant, do jemi një vajzë të re, energjike dhe do bëjmë një recetë shumë të bukur. Në fakt do ju a prezantoj, ajo është Kiara mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Si të duket kuzhina në gatuar në dritare? Fantastike, nuk e di, është një kuzhinë që realisht kur vjen të është ndryshim për të gatuar. Pra Kiara, çfarë do gatuajmë sot? Atëherë sot do bëjmë një recetë super të thjeshtë, janë makarona që do t'i gatuajmë me salcë, mund të themi me sardele, përkatësisht me konservat që kemi këtu. Po, në fakt nuk e di nëse i ke provuar konservat. Në fakt to konserva pikërisht to sardele Vlora nuk i kam provuar, janë prodhim shqiptar dhe shoh që i kemi disa lloje. Çfarë llojesh janë Kiara? Atëherë kryesisht janë me vaj ulliri dhe me vaj bimor, pjesa base mund të themi, por kemi pastaj edhe për ata që duan me shije pikante, si puna ime, që unë kam preferuar. Dhe shpresoj që në recetën e sotme të përdorësh një pikante. Po, atë kisha menduar të përdorja, se gjithsesi në momentin që gatuhet i jep pak më shumë shije se sa pjesa e konservës që është thjesht me vaj ulliri me shijen e thjeshtë bazike. Okej, super zgjedhje. Dhe për sa i përket përbërësve të tjerë Kiara, pra kemi makarona. Duhen makarona, sigurisht, një thelpi i hudhër edhe pak bukë të grirë, mund të themi. Ideja e recetës që do gatuajmë, nuk e di nëse mund ta them, është një recetë që në Itali është përdorur kryesisht për të varfrit. Ideja është që nuk kishim mundësi për të përdorur djathtin parmigiano, makarona. Dhe si mund të shkruajmë nga produktet, konserv, domethënë peshk që mund të ngjetë i lehtë, hudhër, edhe buka që jep të idenë e djathtit në fund. Që zëvendësonte. Të kërsitje, në idenë që ishte djath. Shumë gjetje e bukur në fakt nga italianët që janë shumë kreativ do të thënë. Një zgjedhje që mund ta gatuajmë shumë lehtë. Domethënë diçka që nuk kërkon shumë kohë për përditshmërinë tonë. Dhe sa mos me këtë ritëm jete. Po, sepse kryesisht jemi shumë të zënë, kemi nevojë për receta që bëhen në kohë të shpejtë dhe janë të shijshme. Kështu që ngadalë mund të fillojmë dhe nga përgatitja. Nuk e di cili është hapi i parë, Kiara. Të mbushim ujë, edhe do nuk e di nëse mund t'i ndihmosh me pjesën e ujit. Po, patjetër. Për të zier makarona. Për zier, okay, uji gjithmonë te pelena, siç tashmë ju e dini. Do të ndihmoj me një tenxhere. Okej. Besoj kjo është okay? Po. Në rregull. Është mjaftueshëm. Nuk e di sa ujë do na duhet, po besoj është mjaftueshëm, gjithsesi nëse duhet sërish, mund të ndihmoj. Sa të bukur janë dhe këto në fakt tenxherët dhe të gjitha të po shikoja në fakt punimin edhe po që është dizajn shumë interesant i Aza Electronics. Dhe janë tenxhere që nuk ngjisin, dhe të zgjidhin shumë punë, sidomos në një kur je pak haraqe. Po, dhe në momentin që i pastron, domethënë janë shumë komode. Mjafton besoj. Mjafton, okej. Sa edhe pak. Më duket shumë recetë interesante. Ju të dashur miq, siç e shikoni, ne kemi shumë kunguj, pikërisht në kuadër të Halloweenit. Do bëjmë dhe një festë tu te dritarja, pikërisht për Halloweenin. Do jetë diçka shumë interesante. Halloweeni është një festë që ju e doni shumë. Të gjithë të kunguj që kemi edhe kunguj tek pjesa e sipërme, praktikisht që i kemi marrë tek Natural Fruit. Ato na i kanë mundësuar, do bëjmë shumë gatime të ndryshme sepse kungulli është diçka që përdoret aktualisht në këto ditë. Dhe, si që shikoni, unë jam shumë e lumtur sepse atmosfera e gjitha është në kuadër të Halloweenit, duke qenë se këtë fundjavë është dhe festa e Halloweenit. Pra Kiara, do i vendosim ujin që të ziej, apo jo? Po, të ndrym pak unë që ta kemi më të lehtë për të bërë skuqen këtu. Ja, dhe Kiara direkt u familiarizua në kuzhinën e dritarës dhe di se cilën duhet të përdori. Shumë bukur. Tani më duhet edhe një tigan për të bërë skuqen e... Patjetër, dhe me tiganet do të ndihmoj unë. Tiganet që nuk gjisin. Okej. Aty do bëjmë skuqen? Po të hudhrës edhe të sardeles ndërkohë. Ideja është që ne mund të përdorim dhe direkt vajin e sardeles për ta skuqur, sepse këto ka mjaftueshëm vaj brenda, por mund të skuqim edhe një herë hudhrën dhe pastaj i hedhim pjesën e sardeles. Okej, shumë në rregull. Të duhet diçka thik ose diçka tjetër? Një thik. Okej, do të ndihmoj unë. Mos të bëjmë shumë rëmuj.
Nuk e di për ty, po unë bëj shumë rumuj në kuzhinë. Në fakt, Ja, me vjen të natyrë mërshme. shumë duke qenë se shumë gjëra duhet i pastrosh etj etj. Duke përdorur si gjithmonë thikat e interhorekat, të cilat Kiara janë shumë të mpreta dhe presin shumë mirë, edhe dërrasën të mundsuar pra nga interhoreka. Kiara, sa thelpin hudhër na duhen? Besoj 2-3 jam mjaftueshëm se ideja është ta përfshi, pastaj varet nga preferencat. Okej. Ndërkohë që të zihet pak edhe uji makaronave. Pra bëjmë pastrimin Po. dhe prerjen. Mua më pëlqen që t'i ndaj në pjesë më të vogla, se japin më shumë atë dhe shihen edhe nuk vjen shumë në gojë në fund. Duke qenë se jam fan se hudhrës. Në fakt më shumë përdoret edhe si aromë, ne shpeshherë dhe në gatimet këtu mundohemi që ta përfshijmë në gatimet tona dhe po si aromë, ose sepse jo gjithë njerëzit e preferojnë ose kanë Po, për gatimit jep shumë shije. po, absolutisht. Ka dhe vlera si antibiotik shumë të mira. Nuk e di okay? që të duhet pak vaj. Pak vaj patjetër është ajo e para fare, vaj ulliri. Ja, pra dashur miq, të mësojmë receta të thjeshta për t'u gatuar, shpejt, të shijshme, sepse në fundit secili don të kurse i pakon në këtë jetë, kaq të angazhuar apo jo Kiara. Të kursi ose kur përton pak. Është një recetë që të paktën Edhe më vjen mirë që kam një vajzë kaq të re, sepse jemi pak a shumë moshatare, që gatuajmë dhe do doja që do të kisha sa më shpesh vajza të moshës time për të treguar gjithëve që dhe ne gatuajmë, apo jo, sepse shpesh herë ndoshta edhe paragjikohemi. është kryar ideja, po që nuk gatuajnë, sidomos kur vim te pjesa jo thonjë, si gatuar me ato thonjë, si Po, në çdo gjë vjet. Por po vjet të duash, patosim. e gjen mundsinë. Më duhet edhe një luk druri. Po, patjetër. Italikit aty. Druri, gjithmonë përdorim lugën e drurit. Shikojmë, kemi edhe një më të vogël, ti mund zgjedhësh? Okej, në rregull. Kiara po më thoshte në fakt pak më parë që nuk e dinte që dritarja ishte pikërisht e pozicionuar këtu dhe i pëlqeu shumë vendi kur erdhi dhe tha wow. Po, ideja është që unë jetoj në këtë lagje, por nuk e kisha parë se kisha vënë kurrë dritare, në më lexonte dritare. Po, duke qenë se lexon Dritare TV dhe kemi absolutisht studion e televizionit, po ideja është që ne kemi edhe te dritare ku kemi kuzhinën, kemi kafen, që mund të gjeni gliko, babycino dhe gjitha, sepse ne kemi përgatitur dhe shumë inserte në kuadër, dhe të gjithë njerëzit mund vinë na vizitojnë të shohin sa bukur është. Sigurisht, dhe është një ambient shumë i qetë, por ndoshta duhet të fillojnë njerëzit ta vënë pak më shumë re. Po, secili kur don dritë dhe qetësi, mund të vijë absolutisht. Pas kuqim dhe pjesën e hudrës. Pra Kiara bëm skuqen e hudrës. Po, hudrës, sa pjesën e shijes dhe tani do Dhe sa shohim, uji më duket është gati, ka zirë. të zjerë makaronat ndërkohë. Okej. Ndërkohë, besoj ti mund të më ndihmosh pak të më hapësh. Po, patjetër. Pra do hapim këtë pikante. Po, unë atë kisha në mendje, por nëse Duke ke qenë- mendje diçka tjetër. Jo, këtë kam në mendje, nëse ka dy zgjedhje dhe është pikante, unë gjithmonë do zgjedh pikante. Opa. Nuk e di, aq është maksimumi që mund ta hap. Jo, hapu. ta hapim Nuk kujdes gjitha? me duart. Okej. Një problem me konservat është që janë shumë të mpreta, duhet të kesh shumë kujdes kur i hap. Absolutisht. Mund të duhet ndoshta një luk për ta nxjerrë apo thjesht? Dhe ti Okej. ku të hedh këtu? Ma jep mua Se i këtë? lëm këtu për moment? Okej, patjetër, s'ka problem. Më ndihmo dhe me një tjetër. Okej. Duhen dy? Okej. Unë preferoj t'i bëj me dy, se cili zgjedh t'i gatuar Se ka me shumë... më shumë shije. Sigurisht. Tani, ideja është që dhe kjo konserva këtu, kjo sardelja që shikon ti, është sardelja jonë, si mund t'i themi. Po pra. Sardele e kapur nga, nuk është malli importuar, është thjesht malli produkti që merret nga të gjitha peshkaretat, qoftë në Vlorë, Durrës, Taranë. Pra është diçka 100% shqiptare,
Dhe është shije që prindrit tanë ndoshta janë arritur dhe konservat e pa i kanë provuar pikërisht Nëse këtë lloj konserve. prindrit tanë e provojnë, jam shumë e sigurt që mund ta bëjnë shumë lehtë krahasimin e shijeve. Sepse ne kemi pak të vështirë. Në fakt konservat janë një ushqim që të zgjidhin punë kur ti nuk e kohë fare. Domethënë sepse janë të gatshme me një makaron, me diçka të shpejtë. Kryesisht Ushqerët janë të shijshme. kam përshtypjen që njerëzit e kanë idenë që konserva mund të hahet më shumë si meze, për të shoqëruar qoftë pjesën e alkooleve ose thjesht i hash me bukë, por që konserva mund të përdoret në shumë gatime. Po. Realisht. E vërtet është në fakt, gjithmonë është perceptuar ashtu, por po të dish receta të ndryshme, sepse Kiara po më thoshte që bën receta të ndryshme me konserve dhe ishte shumë interesante, sepse unë kryesisht kështu e kam parë, si shta Kiara, si meze ose. Po, realisht sepse është diçka që lidhet shumë mirë me shitet që mund ta përdorësh, siç mund të përdorësh e zëm peshkun ton, ose si mund të përdorësh një salcë mund ta bësh qoftë makarona, qoftë për se di, para se çfarë preferon. Varet nga preferenca. Sa të skuqen pak me njëra tjetrën. Dhe një gjë që vlen për të përmendur të paktën te pjesa e konservave është që realisht janë shumë të pasura me omega 3. Nuk kanë asnjë lloj konservanti brenda, çdo gjë është jo vetëm bio, qoftë vaji i ullirit, që është ekstra i virgjër, qoftë sardelia e cila kapet vetë dhe është produkt shqiptar jo importuar, po. Dhe që te fakti që çdo gjë gjatë procesit është artizanale, do të thonë makineritë përdoren vetëm për të bërë pjekjen apo autoklavat për të bërë sterilizimin, ndërsa pastrimi bëhet komplet nga punëtorët. Heqja e barkut, pastrimi, mbushja e kanaçeve. Pra çdo gjë kalon proces pas procesi. Pak a shumë Kiara sa duhet ta skuqim sardelen apo ai sa duket me sy? Ai sa duket me sy, në kuptimin sa të ndjetë atë pjesën e aromës që ka filluar të skuqet dhe sardelia jo vetëm vaj, diçka që dallon duke e gatuar. Në fakt, ajo që doja të thoja është shumë e rëndësishme ajo që përmendën në lidhje me omega 3-shin. Omega 3-shin merret shpesh herë si suplement në formë kapsulash, por nëse konsumojmë le të themi 2 herë në javë ose pjesën e konserveve, ndoshta mund ta ndihmojmë pak trupin që ta marrë pjesën e omega 3-shit. Është në formë më të përqendruar, si mund të themi, më të Po, absolutisht, si çdo suplement tjetër që është më i përqendruar, më i koncentruar. Por te konservat e gjejmë si suplement për gjithë ato që ndoshta kanë më shumë nevojë se sa normalja. Dhe sardelia në vetvete është peshku që përmban më shumë omega 3. Që për informacion është nga peshqi që rekomandohet më shumë të përdoret, pavarësisht se ne na duket peshk i vogël, peshk i lirë dhe nuk e marrim shumë parasysh. Por realisht është me shumë vlera ushqimore. Po, në fakt është e vërtet kjo që the, por është në faktin që është i vogël, është shumë i lezetshëm. Kupton, unë gjithsesi gjëra që janë kryesisht të vogla, qoftë peshku, qoftë domatet e vogla ose duken shumë më interesante për të konsumuar se sa një gjë e madhe. Gjithsesi kjo është preferencë personale. Po, por është më e lodhshme në pastrim, në qerin ku do ta hash, prandaj zgjidhja më e lehtë na marrësh si konservë. Puna është e bërë nga dikush tjetër. Një sekund. Unë preferoj që në vend të ujit tjetër të jedh ujin e makaronave, që disi ka. Po, absolutisht, është zgjedhje shumë praktike në fakt. Fakt është një recetë e re për mua, nuk e kisha dëgjuar si recetë, dhe as nuk e kisha provuar. Dhe jam kurioze që të di se çfarë shije ka kjo recetë, cila është dhe e thjeshtë dhe e shpejtë dhe mund ta bëj dhe unë në shtëpinë time, mund ta bëni edhe ju në shtëpitë tuaja. Atëherë dhe kjo është bërë pak kremoze dhe makaronat besoj tashmë janë të ziera plotësisht. Po, mendoj që janë të ziera, duhet vetëm t'i kullojmë. Unë në këtë moment e ndihmoj pak Kiarën për kullimin e makaronave. Edhe vetëm kujdes pak duhet.
I kulluam dhe makaronat. Okej, kemi këtu. Pra, Do të pyes si dëshiron ti servirësh, mua më pëlqen ti hedh pjesa Edhe e mua salsës shumë dhe ti bëj pëlqen. bashkë Okej. edhe pastaj ti servir. Pa, jam shumë dakord me ty. Po dhe që të ndihmoj? Okej, më duhet edhe një pirun që ti ka. Okej, për tjetër. 2 pirojnë besaj. Ja. Nuk jam shumë e sofistikuar në këtë punë. Nuk e gjë sepse gjithë këtu në gatuajnë e dritare mësojnë të gatuajnë, sepse pse jo, është një aftësi që do na duhet gjithë jetën, sepse do konsumojmë ushqim gjithë jetën. Edhe të mëson të gatuash duke gatuar dhe keq në fillim. Po, edhe duke parë ndihmon shumë, sepse unë shpeshherë që jam pjesë e gatimeve, të gjitha recetat që bëjnë të ftuarit, i memorizoj shumë mirë kur jam pjesë këtu dhe jam shumë e lumtur që jam pjesë e kësaj rubrike, sesa ndoshta kur e shikon si receta, sepse është ndryshe kur e shikon kështu vetë. Është e njëjta gjë edhe për shikuesit. Po, kur e shikon si recetë, e shikon si kushton vëmendje, ndërsa kur je prezente, dhe sidomos kur e gatuan vetë, e kupton dhe vetë çfarë shihesh do ti, si është çdo kush ka të njëjtat shije. Pikërisht. Mund të më ndihmosh edhe me një pjatë, lutem që Shumë ti mirë. Pra hedh. përzyrja u bë. Po, Më pëlqen shumë këto pjatat e zeza, janë shumë fine. fantastike. Të duhet ndoshta edhe një piru për ti vendosur në pjatë apo? Vetëm ta shtim pak që të vendos të këto, Okej. Ja ku sa jemi. shkojnë dhe bashkë. Kombinim fantastik. Ti Kiara je dhënë bas dekorit ushqimeve le të themi që janë të bukura për t'u parë që i dekorojnë bukura, apo mjafton të jetë e shijshme, apo do të jetë edhe e këndshme për syrin sipas teje? Sigurisht që për syrin është gjë e parë, gjë e domethënë që parë. ti e shikon në gatimin, ushqimin është gjë e parë që të tërheq, edhe të pëlqen gjëja e bukur. Por gjithë e dim që kur gatuan vetë varet nga situata, si je me dekorin. Me dekor Por që sigurisht- do ndoshta edhe pak kohë, po do dhe fantazi. Edhe duket që unë si ja them shumë për dekorin. Ska që mua më pëlqen kështu e vendosur në mënyrë të bukur. Kemi dhe bukën e grirë. Bukën e që grirë. dikur pra përdoren në vend të parmigianës. Ju mund ta bëni edhe me parmigiano apo Parmigiano, në me djath, Me çfarë të mund ta duan, bëjnë me pathekin pak të bukën e grirë. Domethënë shikon? U jep të idenë që po... si në sureti. Shumë bukur. Dhe do një majdanoz mendoj për dekor. gjyre dhe për Dhe vendosësh ti dekorin? Po, ja. Punë në Po grup. ja dhe ai momenti kur punën e bën tjetri dhe meritat po i marr unë. Projektet në shkollë. Që gjithmonë ditë njëri. Thoshte kam bërë unë që s'ka dhe asnjë kontribut. Pjatë shumë e bukur Kiara, të lushën duart, unë do të Faleminderit. provoj, sepse kemi gatuar, pikërisht sa herë gatuajmë ne këtu i provojmë dhe jam shumë kurioze. Pra Kiara, cilit ishin përbërës, shumë ndoshta edhe në gramaturë ose se sa duhet përdorem? Okej, për kaq sa gatuam ne, ishin gati 250 gram makarona, 3 deri në 4 thelpinj hudhër ose më shumë sipas dëshirës, dhe 2 konserva që ne i përdorëm me vaj ulliri dhe spec djegës. Pra të gjitho ingredient, duke falendëruar edhe sponsorit tanë Ujtë e Pelena, Interhoreka dhe Aza Electronics që ndihmojnë për të gatuar gjitha gatimet që bën tu në gatuaj në dritare. Kiara kaloi shumë mirë u kënaq sepse unë e pash Po, e ishte shijoj. e shijova realisht, ishte si të gatuaj në shtëpi, produktet të bënin punën shumë të lehtë. Dhe gjithashtu, e bëj më të lehtë bisedën. Sepse duket dhe unë mezi pres ta provoj. Kiara, faleminderit, shpresoj të jesh sërish me ne. Miq të dashur, ju ftoj të bëni recetën deri në recetën e radhës që ne do kemi në gatuaj në dritare për ju, të gatuani hap pas hapi. Ju përshëndesim edhe shijojeni.